Dje është zhvilluar në Tiranë, pra në bashkëpunim FAO, zyra e FAO-s në Shqipëri në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, një workshop për lançimin e platformës së dialogut për sistemet agroushqimore. Zoti Ele, çfarë është konkretisht dhe si do të funksionojë kjo platformë dhe sa rëndësishme është kjo për Shqipërinë? Well, I think agriculture in Albania is at the crossroad, but ndodhet në një kryqëzim. Por mendoj se dhe bujqësia në përgjithësi ndodhet në një kryqëzim, në një udhkryq. Në Shqipëri ka një kontribut diku te 15.2% dhe kjo tek prodhimi i brëndshëm brutë dhe kjo kërkon për reforma strukturore. Dhe kur them reforma strukturore, nuk i referohem vetëm se ato funksionojnë, por nuk patë një analizë të mbështetur mbi të dhëna, mbi evidenca. Dhe kjo platformë është një mjet diagnostik i cili e përdor FAO në Shqipëri dhe është duke ofruar një të kuptuarit analitik të mbështetur mbi baza për sistemet agroushqimore në Shqipëri.